Një infektuar me gripin e shpendëve H5N5 në Washington ka humbur jetën, njoftoi Departamenti Amerikan i Shëndetësisë. Ky është rasti i parë i konfirmuar i këtij varianti të gripit te një njeri në botë. Viktima ishte një person i moshuar me probleme shëndetësore ekzistuese dhe ishte shtruar në spital që nga fillimi i nëntorit, njoftoi më tej departamenti. Testimi në laboratorin e virologjisë klinike të Universitetit të Washingtonit identifikoi virusin si H5N5, i cili është infeksioni i parë i regjistruar te njeriu me këtë variant në botë. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve konfirmuan rezultatin, thuhet më tej në deklarat. Autoritetet shëndetësore thonë se rreziku i përgjithshëm mbetet i ulët dhe se asnjë person tjetër i lidhur me rastin nuk ka rezultuar pozitiv për gripin e shpendëve. Zyrtarët po vazhdojnë të monitorojnë çdo që ka qenë në kontakt të ngushtë me këtë pacient për të përjashtuar përhapjen e mundshme të virusit nga njeriu tek njeriu.